Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha ka zgjedhur një mënyrë të veçantë për të folur për jetën e saj sentimentale përmes një postimi në rrjetin social X. Ajo i është drejtuar ndjekësve të saj të njohur si Rexhars, duke kërkuar ndihmë për të gjetur partnerin ideal. Në postim Bebe ka zbuluar hapur kriteret që sipas saj duhet i plotësojë mashkulli i cili do ta ketë pranë, ndryshe nga pritshmëritë që shpesh lidhen me figurat publike. Pamja perfekte nuk është vendimtare për këngëtaren. Ajo shprehet se një partner që vlerësohet si 6 apo 7 nga 10 në dukje është më se i mjaftueshëm për të, për aq kohë sa ka personalitetin e fortë dhe autenticitet. Sa i përket gjatësisë, këngëtarja ka një kërkesë të thjeshtë, partneri të jetë mbi 173 cm, kryesisht që të jetë më i gjatë se ajo. Një nga pikat që ka ngjallur më shumë reagime në rrjet ka qenë qëndrimi i saj ndaj financave. Bebe thekson se kërkon një partner të suksesshëm dhe të pavarur ekonomikisht, duke nënvizuar se nuk pranon marrëdhënie ku ajo mban barrën financiare. Përtej aspektit fizik dhe atij financiar, artistja thekson se karakteri dhe vlerat njerëzore janë thelbësore. Ajo kërkon një person të zgjuar me moral të mirë, ambicioz dhe të motivuar për jetën, që e di çfarë dëshiron dhe punon për të. Ky postim ka ngjallur menjëherë reagime dhe komente të shumta nga ndjekësit, duke e bërë Bebe Rexhën sërish qendrën e vëmendjes së mediave dhe rrjeteve sociale.